Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama reagoi pas rritjes së çmimit të karburanteve duke theksuar se Shqipëria ka një rritje dhe ka qenë moderuar krahasuar me bursat ndërkombëtare. Ai paralajmëroi kompanitë për shmangjen e abuzimeve me fitime duke paralajmëruar ndërhyrje shtetërore me çmime tavan. Për pensionistët, Rama garantoi mbrojtje dhe përfitime të veçanta nga ndikimi i rritjes së çmimeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me situatën në tregun e karburanteve, duke theksuar se ndërsa çmimet në bursat ndërkombëtare kanë shënuar rritje deri në 40%, në Shqipëri rritja ka qenë më e moderuar. Tërësi në treg dhe përmes bursave është konstatuar një rritje deri në 40% e çmimit, gjë që shkakton një presion të madh mbi zinxhiret e furnizimit. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Prerazi tha se taksa i qarkullimit nuk lëviz. Nuk është problemi se ule këtu. Problemi është se po iku nga këtu do shkoj diku tjetër. Aty ku e kanë vendet, të cilat nuk e kanë në strukturën e çmimit. Dhe nëse ajo shkon diku tjetër, do të shkoj drejt për drejt tek përdoruesi i automjetit në formën e taksës për automjetin. Dhe unë nuk besoj se ka përdorues automjeti sot që do të preferonte që në vend se ta paguante në strukturën e çmimit për aq karburant sa harxhon, se mund mos harxhoj karburant sot fare dhe nuk paguan. Në vend se paguaj aty, paguaj 4 fishin e asaj që paguan sot për makinën. Dhe jo vetëm kaq, po sipas kategorive të ndryshme të makinave, të mund të paguaj në ndonjë rast edhe 10 fishin. Kryeministri njoftoi gjithashtu për një projekt ligj të ri që parashikon krijimin e një agjencie shtetërore për rezervën e hidrokarbureve, e cila do të mbajë sasi të sigurta 90 ditore. Ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë, futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë të lehtë dhe për ju, të gjithë punën, pasi do të garantoj sasirat e nevojshme, duke pasur mbështetjen shtetërore. Rama ju përgjigje dhe kërkesave të Konfindustrisë, duke theksuar se të vetmit që do të përfitojnë lehtësira nga rritja e çmimeve të naftës janë pensionistët. Situatave të kësaj natyre dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pik. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin. Pas 7 muajsh nga dërgimi në gjykatë nga SPAK, çështja ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kuremadi kalon për gjykim. Gjykata arrëzoi kërkesën e mbrojtjes për pavlefshmëri provash, ndërkohë të pandehurit kanë kërkuar procedura të ndryshme gjykimi. Pas 7 muajsh nga përfundimi i hetimeve dhe dërgimi i dosjes nga SPAK, gjykata ka vendosur kalimin për gjykim të çështjes ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-bashkëshortes së tij Monika Kuremadi, si dhe 3 pandehurve të tjerë të akuzuar për korrupsion, pasrim parash dhe fshehje pasurie. Gjatë seancës paraprake të zhvilluar këtë të njëjtë, mbrojtja kërkoi shpadhjen të pavlefshme dhe të papërdorshme të provave, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtarja. Me këtë vendim, çështja i hap rrugë fazës së gjykimit, ndërsa pritet për zgjedhja e trupës gjykues me 3 gjyqtarë që do të shqyrtojnë dosjen. Në lidhje me procedurën, Ilir Meta dhe Monika Kuremadi kanë kërkuar gjykim të zakonshëm, ndërsa 3 pandehur të tjerë, Fatime Kuremadi, Ema Çoku dhe Piro Xhixho, kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Seanca u ndoq edhe nga Meta, i cili ndodhet në mas sigurie që prej tetorit 2024 edhe ishte i pranishëm nga kafazi qelçt në sallë. Pas përfundimit të seancës, Meta reagoi publikisht duke deklaruar se megjithëse gjykata konstatoi disa nga pretendimet e mbrojtjes, nuk urdhëroi kryerjen e hetimeve të reja të kërkuara.
Edhe pse gjykatja konstatoi drejtësinë e shumë pretendimeve tona me mungesën e qëllimshme të veprimeve hetimore nga akuza për mosbardhjen e së vërtetës, në vend që të kërkonte që të bëheshin këto hetime të domosdoshme për të shmangur qëllimisht, deri tani vendosi që çështja të kalojë në gjykim, por edhe listoi të gjitha veprimet hetimore që duhen bërë njëkohësisht për zbardhjen e së vërtetës. Pra tani nuk do të kemi vetëm gjykim, por paralelisht edhe hetim. Përfundimi i seancës paraprake na jep liri që të çmontojmë publikun të gjithë gënjeshtrat, falsifikimet dhe mashtrimet që ndodhen në fashikuj. Vendimin e gjykatës e komentoi dhe Monika Kryemadhi. Unë nuk kam asnjë lloj surprizë në këtë gjë. Jam shumë e bindur që betejë jonë politike, ky është një gjyq politik, ka qenë gjyq politik, nuk diskutohet. Ishte një vendim nën presion, ka asnjë gjë të keqe, jo të gjithë përballojnë presion, po patjetër. Sepse gjyqtarja lexoi, pranoi që në dosje 90% e akuzës së prokurorëve nuk ka provë. Sipas avokatit të presidentit, mangësitë në dosje janë të pakontestueshme. Atëherë, mangësitë e hetimeve, unë po i përmend 3-4 dhe tira i përmend Monika, ka qenë dëshmit që duhet merreshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjykata i konstatoi, dëshmit që duhet merreshin në Shqipëri, në parlamentin me parlamentarët shqiptar, të cilët gjykata i konstatoi që nga kryeministri zoti Rama dhe të gjithë ata që prononcuan, ideuan ligjin për minerat dhe shumë dëshmi të tjera. Zonja Kryemadhi është familjare, është shtëpiake, dhe nuk ka kryer asnjë funksion dhe asnjë punë në jetën e saj, vetëm kjo gjykatë mund ta bënte. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykat çështje ndaj 11 pandehurve për korrupsion, në mesin e tyre ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ndaj të cilit rëndojnë disa akuza të rënda. Sipas prokurorisë, përfitimet të dyshuara përfshin para, prona dhe shërbime të ndryshme të fshehura. Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj 11 personave të akuzuar për korrupsion, ku figura e qendrore është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Sipas njoftimit zyrtar, ndaj tij janë ngritur akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, në rrethana rënduese si dhe akuza të tjera që lidhen me fshehjen e pasurisë dhe pastrimin e parave. Hetimet e SPAK-ut tregojnë se Ahmetaj dyshohet të ketë përfituar shuma të konsiderueshme përmes skemave të ndryshme duke përdorur ndërmjetës dhe persona të tretë. Sipas prokurorisë, përfitimet përfshin pagesa të kryera nga kompania Integrate Technology Service, të lidhur me biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirem Nurtiri, në lidhje me investimet në një apartament të kthyer, në një apartament me vlerë rreth 2 milion lekë gjatë viteve 2019-2020. Po ashtu, SPAK pretendon se ish zëvendës kryeministri ka përfituar rreth 440.000 euro përmes një shpikje fiktive të realizuar me ndihmën e personave të tretë. Në këtë skem përfshihen edhe përfitimet e një vile në Amadhaj me vlerë rreth 230.000 euro si dhe prona të tjera në jug të vendit. Në dosje evidentojnë gjithashtu se udhëtimet e Ahmetaj, familjarëve dhe personave të afërt janë mbuluar nga të pandehurit në një vlerë totale rreth 31.000 euro. Përveç korrupsionit, ndaj Ahmetaj të rëndon dhe akuza për refuzim për deklarim, mosdeklarim dhe deklarim të rrem të pasurive, ku përfshihen apartamente, investime dhe burimet të ardhurave të padeklaruara, përfshirë edhe ato të bashkëtuese së tij. Po ashtu, ai akuzohet për pastrim të produkteve të veprës penale duke tentuar të fshehë origjinën e përfitimeve financiare. Me përfundimin e hetimeve, çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës, ku pritet të nisë procesi ndaj të gjithë pandehurve. Policia ka arritur të arrestojë në shëngjim Urim Metën, 46 vjeç me 4 kallëp tritoli, 2 armë zjarri dhe 1500 fishek, të cilat dyshohen se do trafikoheshin drejt Maqedonisë së Veriut. Meta pranoi përpara hetuesve se ishte i angazhuar në këtë trafik për të fituar para dhe se kishte marrë një pagesë paraprake, ndërsa hetimet vazhdojnë për përfshirje të mundshme në raste të tjera. Një operacion i efektivëve të komisariatit numër 4 të policisë në bashkëpunim me shërbime të tjera ligjzbatuese çoi në arrestimin e Urim Metës, 46 vjeç, në rrugën e fshatit Shëngjergj, ku gjetën dhe u sekuestruan 4 kallëp tritoli, 2 armë zjarri dhe rreth 1500 fishek. Lënda eksplozive dhe armët dyshohet se ishin në tentativë trafikimi jashtë vendit, ndërsa Meta është ndaluar menjëherë pas kapjes së meto. Gjatë marrjes në pyetje në ambient të policisë, i arrestuari pranoi para hetuesve se ishte i përfshirë në trafikun e armëve
të eksplozivëve, duke sqaruar se kishte zgjedhur këtë aktivitet për të fituar paranë për një shtesë që kishte planifikuar të bëjë në banesë. Ai deklaroi se kishte marrë një pagesë paraprake prej 400 eurosh dhe se pjesa tjetër e pagesës do t'i dorëzohet pasi të dorëzonte madhe në Maqedoninë e Veriut, ku kishte planifikuar të nisë me makinë sipas urdhrit të ndërmjetësit. Megjithatë, Meta nuk arriti të sqarojë identitetin e personit që do të merrte armët në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se porosia ishte dhënë nga një ndërmjetës i panjohur. Hetuesit janë duke shqyrtuar seriozisht mundësinë që 46 vjeçari të ketë qenë i përfshirë edhe në raste të tjera të trafikut të armëve dhe territorit, duke u fokusuar në zbardhjen e rrjetit dhe bashkëpunëtorëve të mundshëm. Autoritetet kanë bërë të ditur se arma dhe municionet janë në vlerë të konsiderueshme në tregun e palishëm, ku armët shiten rreth 4.000 euro, ndërsa çdo kallëp tritoli vlerësohet nga 500 euro secili. Këto çmime nënvizojnë rrezikun e lartë që paraqet ky lloj aktiviteti dhe arsyetojnë reagimin e shpejtë të forcave të rendit. Rasti tani është në duart e prokurisë, e cila pritet të ngrej akuza për trafikim armësh dhe për zgjidhje dhe zotërim të paautorizuar të lëndëve plasëse dhe armëve, ndërsa hetimi do të vazhdojë për të identifikuar çdo lidhje kriminale të mundshme dhe për të siguruar që përgjegjësitë të përballen me drejtësinë. Policia zhvilloi një aksion të gjerë në Fushkruj për kapjen e 49 vjeçarit Ylli Zalla, i konsideruar me rrezikshmëri të lartë. Gjatë kontrollit në oborrin e banesës së tij u gjet një sasi municioni luftarak dhe 14 fitila zjarr përcjellës, ndërsa Zalla rezulton në kërkim që nga nëntori 2025 për lidhje me atentatin në Rinas dhe aktivitete të tjera kriminale. Uniformat blu ndërmorën një operacion të gjerë në zonën e Fushkrujës për të kapur Ylli Zallën, 49 vjeç, i konsideruar një individ me rrezikshmëri të lartë për shoqërinë. Gjatë kontrollit në oborrin e banesës së tij, policia sekuestroi një sasi municioni luftarak dhe 14 fitila zjarrpërcjellëse, të cilat dyshohet se mund të përdoren për aktivitet kriminal. Zalla rezulton në kërkim që nga nëntori 2025 pas bardhjes një arsenali të mëparshëm armësh në banesën e tij në kuadër të hetimeve për atentatin në Rinas, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe miku i tij Muçi Shaliani. Në 20 shkurt të këtij viti, policia kishte zbuluar një arsenal tjetër armësh në fshatin Zall, i dyshuar si i përkiste Pozallës, i arrestuar më parë për prodhim bombash artizanale edhe i përfshirë në prodhim dhe shitje droge. Zalla ka qenë gjithashtu i dyshuar për lidhje me rekrutime xhihadiste të organizuara nga grupi ISIS për shqiptar. Ky arrest i fundit pasqyron përpjekjen e vazhdueshme të policisë për të goditur individ me profil të lartë kriminal dhe për të parandaluar rrezikun që këto veprime mund të sjellin për qytetarët. Hetimet po vijojnë për të përcaktuar çdo lidhje të mundshme të Zallës me rrjetet kriminale dhe për të siguruar që ai të përballet me drejtësinë për të gjitha veprat penale ku dyshohet i përfshirë. Ndihma nuk njeh kufi. Fondacioni i Rinisë Islame me Selinë Zyri shtrin aktivitetin humanitar në Shqipëri dhe Kosovë deri në komunitetet në nevojë në vende të ndryshme të botës, duke mbështetur qindra familje përmes shpërndarjes së ndihmave ushqimore, organizimit të iftareve dhe projekteve sociale gjatë dhe pas muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Solidariteti dhe ndihma për familjet në nevojë vijon të jetë në fokus gjatë muajit të Ramazanit. Prej vitesh, Fondacioni i Rinisë Islame me Selinë Zyri është kthyer në një nga kontribuesit më të rëndësishëm për shpërndarjen e ndihmave ushqimore për jetimët, gratë e veja dhe familjet në vështirësi ekonomike. Në kuadër të nismës Shporta e Ramazanit, fondacioni ka shpërndar një numër të konsiderueshëm pakësh ushqimore, duke sjellë lehtësim konkret për qindra përfitues. Udhëtimi humanitar nisi në Kosovë me ndalesën e parë në qytetin Skënderaj, ku procesi i shpërndarjes u karakterizua nga një organizim i mirë dhe bashkëpunim i ngushtë me strukturat vendore. Përfaqësuesit e fondacionit theksojnë se ky bashkëpunim është thelbësor për të arritur tek familjet më në nevojë. Sot kemi 150, por njerëz varfër, jetim, bejushja, kështu me radhë, këto janë. Qëllimi ynë është të jemi më pranë çdo familje në nevojë dhe të sigurojmë që ndihmat të shkojnë aty ku duhet. Një rol të rëndësishëm në këtë nismë ka edhe bashkëpunimi me organizata të tjera humanitare, të cilat kontribuojnë në realizimin e projekteve në terren. Si vjet, siç edhe u prononcua edhe më herët,
Fondacioni Rinisë Islame ka mba 400 pako për familjet në nevojë dhe asistencë sociale në Kosovë. Për momentin jemi në komunën e Skënderajt, jemi duke bashkëpunuar me qendrën për punë sociale këtu në kuadër të drejtorisë për mirëqenie sociale dhe shëndetësi. Ky është një bashkëpunim i konsoliduar ndër vite dhe garanci për vijimsinë me ndihmave. Ndalesa e radhës ishte në qytetin Kukës, kur shpërndarja vijoi për familjet e përzgjedhura sipas nevojave sociale. Drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Mirësia vlerësoi kontributin e fondacionit si të rëndësishëm për komunitetin. Në këtë fund të Ramazani, bashkëpunim me vëllezërit e Fondacionit Islame, me donatorët bashkëkombësit tanë në Zvicër dhe jo vetëm, jam mësuar 700 pako që do shpërndajnë në gjithë Shqipërinë. Do të fillojmë në Kukës, kemi në Shkodër, në Kavaj, Tiranë, edhe në Delvin. Po thjesht gjithë Shqipëria nga veriu në jug do të mbulohen me këto kontribute pako ushqimore që do shpërndajmë për familjet e fëmijëve jetim përgjithsisht dhe për familjet në nevojë. Ky fondacion ka dhënë një kontribut të çmuar për familjet në nevojë dhe bashkëpunimi i ynë është shumë i suksesshëm. Misioni humanitar vijoi më pas në qytetin e Shkodrës, ku qindra e qytetarë përfituan nga pakot ushqimore të përgatitura për këtë periudhë. Përfaqësues të institucioneve fetare vlerësuan rëndësinë e këtyre iniciativave, veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit. Lusë Allah në gjellë që ne jemi në tim personal si miftim asis madhe, po dhe ne jemi në gjithë besimtarëve, njerëzit që përfituan nga këto pako, Allah të shpërblemet mirat e tij në dynjë dhe në ahiret. Këto janë vepra që ndihmojnë realisht familjet dhe duhen mbështetur. Ndalesa e fundit ishte në Kavaj, ku 10 familje në nevojë u përfshin në këtë projekt. Miftiu i qytetit theksoi se ndihma është shtresa më vulnerabël dhe është një akt solidariteti që duhet të shërbejë si shembull për të gjithë. Jemi sot këtu në qytetin e Kavajës, në myftinin e rrethit Kavaj, ku në kuadër të muajit të begat të Ramazanit, po shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet në nevojë. Kategoritë që përfshihen janë individ me nevoja të veçanta, familje jetimësh dhe familje që janë në vështirësi ekonomike. Ky projekt, i cili emërtohet Shporta e Ramazanit, realizohet fal bashkëpunimit me Fondacionin e Rinisë Islame në Zvicër. Ndihma ndaj jetimëve dhe familjeve në nevojë është një vlerë që duhet të ndiqet nga të gjithë. Fondacioni Rinia Islame vijon aktivitetin e tij jo vetëm në trevat shqiptare, por edhe në vende të ndryshme të botës, duke ofruar ndihma ushqimore, organizuar iftare dhe investuar në projekte sociale si shkolla, qendra dhe furnizim me ujë. Në përmbytje, drejtuesit e fondacionit bëjnë thirrje për më shumë solidaritet dhe mbështetje nga donatorët me qëllim që ndihma të arrijë tek sa më shumë familje në nevojë. Dhe në këto momente do të kalojmë tek specialja e ditës, ku do të fokusohemi te një mision i veçantë humanitar që prek zemrat e shumë njerëzve. Fondacioni i Rinisë Islame me Selinë Zyri vijon angazhimin e saj në Kosovë dhe Shqipëri duke shpërndar ndihma ushqimore për familjet në nevojë. Ky mision realizohet në bashkëpunim me institucione dhe organizata partnere, duke sjellë shpresë dhe mbështetje për komunitetet më të prekura. Në muajin e shenjtë të Ramazanit, solidariteti dhe ndihma për familjet në nevojë marrin një vlerë edhe më të madhe. Prej vitesh, Fondacioni Rinisë Islame me Selinë Zyri të Zvicrës vijon të jetë një ndër kontribuesit kryesor në shpërndarjen e ndihmave ushqimore për jetimët, gratë e veja dhe shtresat të nevojë jo vetëm në trevat shqiptare, por edhe më gjerë. Në kuadër të projektit Shporta e Ramazanit, fondacioni ka shpërndar një numër të konsiderueshëm pakosh ushqimore, duke sjellë lehtësim konkret për qindra familje. Udhëtimi humanitar nisi në Kosovë, ku ndalesa e parë ishte qyteti Skënderaj. Ai që u vure ishte organizimi i mirë në terren me përfshirjen e strukturave vendore dhe shërbimeve sociale që mundsuan një shpërndarje të rregullt dhe efikase të ndihmave. Për të mësuar më shumë rreth këtij angazhimi, Drita Televizion intervistoi kreun e fondacionit Lulzim Lecaj, i cili theksoi rëndësinë e këtij misioni humanitar dhe bashkëpunimeve ndërinstitucionale. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtu jemi në Skënderaj, ne si Fondacioni Rinisë Islame në bashkëpunim me Amanetin, shoqatën apo fondacioni që është këtu në Kosovë. Si vjet do të shpërndajmë pako ushqimore, 150 pako janë këtu në Skënderaj, tjerat janë? Tjera në për komuna të ndryshme. Komuna të ndryshme. Do sot kemi 150 por njerëz varfër, jetim, bejushka kështu me radhë, këto janë. Na si çdo vjet bëjmë një bashkëpunim me Amanetin
sepse këta e kryjnë atë punën e vetë i gjani dhe i di njerëz cilët janë ata që kanë nevojë, na nuk i dim. Për atë arsye është normal me bashkëpunu me dikon që i din ranet, i din gjanat e vendit. Në këtë nismë, një rol të rëndësishëm ka edhe bashkëpunimi me organizata të tjera humanitare, përfaqësuesi i Fondacionit Amaneti dhe njëkohësisht përgjegjësi i projektit Dukajgjin Hajraj, vlerësoi partneritetin ndër vite, duke e cilësuar atë të qëndrueshëm dhe të besueshëm për vijimsinë e projekteve. Zoti është përbleft Fondacionin e Rinisë Islame në Cyre, cilët si çdo vit, edhe këtë vit kanë gjetë kohën edhe mundësinë me ardhë edhe me na dalë ndihmë popullatës së Kosovës, në rasteve apo familjeve me asistencë sociale edhe nëna dhe tjetimve e kështu me radhë. Si vjet, siç edhe u prononcua edhe më herët, Fondacioni Rinisë Islame ka nda 400 pako për familjet në nevojë dhe asistencë sociale në Kosovë. Për momentin jemi në komunën e Skënderajt, jemi duke bashkëpunuar me qendrën për punë sociale, këtu në kuadër të drejtorisë për mirëqenie sociale dhe shëndetësi. Gjithashtu edhe në ditëve në vijim do ta kompletojmë pjesën tjetër të mbetur nëpër komuna tjera, gjithherë duke bashkëpunuar me qendrat për punë sociale dhe drejtoritë përkatëse që mirën me çështjen e humanitetit. Edhe një herë i falenderojmë gjithë donatorët, gjithë dashamirët që nuk po e harrojnë popullin e tyre, gjithë ata bashkëdhëtar që kanë kontribuar në vazhdimsi ndër vite, po dhe si vjetë Zoti u shpërbleft. Në të njëjtën lij, edhe drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Mirësia Korabkaja theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi, duke cilësuar kontributin e fondacionit si të pazëvendësueshëm për komunitetin në nevojë. Deklaratat e tij u dhanë gjatë udhëtimit drejt qytetit të Kukësit, një tjetër ndalesë e rëndësishme e këtij misioni. Sot jemi në Kukës me vëllezërit e Fondacionit Rinisë Islame, vëlla Selamiun. Zoti shpërblet më mirë, ka mundësuar shpërndarjen 100 pakove këtu në Kukës. Në këtë fund të Ramazanit, bashkëpunim me vëllezërit e Fondacionit Islame, me donatorët bashkëkombësit tanë në Zvicër dhe jo vetëm, ka mundësuar 700 pako që do shpërndajnë në gjithë Shqipërinë. Do të fillojmë në Kukës, kemi në Shkodër, në Kavaj, Tiranë, edhe në Delvin. Pothuajse gjithë Shqipëria nga veriu në jug do të mbulohen me këto kontribute pako ushqimore që do shpërndajmë për familjet e fëmijëve jetim përgjithsisht dhe për familjet në nevojë. Falenderojmë vëllezërit tonë të Fondacionit Islame, kryetarin, Lulzimin, dhe gjithë ato vëllezër që kanë kontribuar, kanë mundësuar këtë kontribut. Gjithashtu falenderojmë donatorët, të cilët ka vite që bashkëpunojnë me Fondacionin në ndihmë familjeve në nevojë. Zoti shpërbleft, Zoti nderoft, inshallah do të pranoft vëlla Selamiu dhe gjithëve. Dhe shpresojmë që në të ardhmen kemi po prap bashkëpunime për të ndihmuar familjet në nevojë, njerëzit që gjithë bashku të festojmë këtë Ramazan. Këto pako janë pako simbolike, por gjithashtu është një ndihmë për këto familje të cilët në vërtet kanë nevojë. Mëtej, shpërndarja e ndihmave vijoi në Shkodër, ku qindra familje ishin përfshirë në listat e përfituesve të projektit. Miftiu i Malësisë së Madhe, Edmir Smajlaj, përshëndeti këtë nismë duke e cilësuar si një akt të rëndësishëm solidariteti, veçanërisht gjatë festave fetare. Në këtë ditë të begate të muajit të begatë Ramazanit, pikërisht në këtë ditë të fundit të muajit të begatë Ramazanit, kemi kënaqësinë të mirëpresim vëllezërit tanë nga Zvicra, të cilët kanë bërë të mundur elhamdulillah nëpërmjet shoqatës Mirësia shpërndarjen e 240 pakove ushqimore nga Fondacioni i Rinisë Islame në Zyri të Zvicrës, në Malësinë e Madhe. Allah shpërbleft të mira, Allah pranoftë këtë kontribut në peshojnë e veprat e tyre të mira, inshallah xhamatit e tyre, vëllezërve të tyre, gjithë ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në vepra të mira, sidomos në muajin e begatë të Ramazanit. Lut Allahun xhel që në emrin tim personal si miftim as i madhe, po dhe në emrin e gjithë besimtarëve, njerëzit që përfituan nga këto pako, Allah t'i shpërblejë me të mirat e tij në dynjë dhe në ahiret. Ndalesa e radhës ishte qyteti i Kavajës, ku 10 familje përfituan nga paketat ushqimore. Miftiu i Kavajës, Besnik Leçini, vlerësoi maksimalisht këtë iniciativë, duke theksuar se ndihma ndaj jetimëve, grave të veja dhe familjeve në nevojë është një akt që duhet të shërbejë si shembull për të gjithë. Jemi sot këtu në qytetin e Kavajës, në myftinin e rrethit Kavaj, ku në kuadër të muajit të begatë Ramazanit, po shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet në nevojë. Kategoritë që përfshihen janë individ me nevoja të veçanta, familje jetimësh dhe familje që janë në vështirësi ekonomike. Ky projekt, i cili emërtohet Shporta e Ramazanit, realizohet fal bashkëpunimit
me Fondacionin e Rinisë Islame në Zvicër, i cili drejtohet nga zotëri Lulzim Lecaj dhe nënkryetari që kemi këtu Selami Hyseni. Dhe bëhet realitet në fal bashkëpunimit disa vjeçar me Fondacionin Mirësia, ku për fat mirë kemi sot këtu edhe drejtorin e saj, zotni Karabkaja. Profeti Muhammed alayhi salam thot, nuk e falenderojnë Allahun xhelle shanu ai i cili nuk e falenderon njerëzit. Do t'i falenderoje përzemërsisht drejtuesit e fondacionit, do të falenderoje përzemërsisht donatorët, do të falenderoje përzemërsisht drejtorin e Fondacionit Mirësia, dhe do të falenderoja përzemërsisht cilin do që bëhet sebeb që këtyre familjeve me nevoja, për nevoja ekonomike, të gjendet në këto ditë fundit të muajit Ramazanit, me qëllim që të festojnë që të gjithë festën e Fitër Bajramit. Do ta lusja Allahun xhelle shanuhu që t'ja ketë pranuar agjërimin dhe donatorët t'i shpërblej me mirësitë e tij siç dini madhi Zot. Fondacioni i Rinisë Islame konsiderohet si një ndër organizatat më aktive dhe të besueshme në fushën e ndihmës humanitare. Aktiviteti i tij shtrihet jo vetëm në hapësirat shqiforse, por edhe në vende të ndryshme të botës ku jetojnë komunitete në nevojë. Përveç ndihmave ushqimore, fondacioni angazhohet në organizimin e iftareve, ndërtimin e shkollave, spitaleve, qendrave kulturore, si dhe në projekte të furnizimit me ujë dhe veshëmbathje, duke synuar përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetet më të varfra. Në përmbyllje, fondacioni u bën thirrje të gjithë donatorëve që të kontribuojnë në këtë nisma për të mbështetur familje shqiptare dhe komunitete në nevojë në mbar botën. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 19 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira të dendura dhe reshje në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat juglindore priten reshje të dobta bore. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët me reshje të dobta shiu në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa në zonat malore do të ketë reshje bore. Pasditja vijon me mot të vranët dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të frujë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 11 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 14 gradë Celsius, Berat 9 deri në 15 gradë Celsius, Korç 1 deri në 5 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius, Sarand 8 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:52 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius, Pej 2 deri në 8 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 10 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri në 10 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius, Suharek 1 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 0 deri në 10 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.